Përshëndetje, mirë se erdhët, mirë se po takohemi të dashur miq, motra dhe vëllezër. Ja është takimi yni 12 tani në këtë serial dhe lavdi Zotit për këtë nder dhe për parësi. Ditë po ecin shpejt njëra pas tjetrës dhe ja jemi pra në takimin e 12. Triangle Message nga Pastor Stefan Born, nga Bashkia Adventiste ditës 7, Kosovë, rruga Bujaroka, Gjakovë, Facebook dhe TikTok, YouTube, Bashkia Adventiste dhe numri telefonit. Më lejoni të ju përkujtoj se çfarë deri tani kemi biseduar. Tema parë ishte 10 facts about Revelation 14. What is everlasting gospel, the beginning of wisdom, how to glorify God, the hour of God's judgment, foundation of true worship, mystery, Babylon the Great, Babylon's abomination, vine, apo Babylon's fortification, Revelation Sea Beast, Revelation Land Beast, e tani e kemi pra ja shqip të gjitha ato. Faktet rreth 14, zbulesës 14, çfarë është ugjilli përjetshëm, fillimi i udhëtisë, si ta lavdrojmë Perëndin, ora e gjyqit Perëndis, themeli i adhurimit të vërtet, misteri, Babilona e madhe dhe tema numër 8 është vera e neveritshme e Babilonisë, kurvëria, e ndyrë e Babilonisë, bisha e detit sipas bolesës dhe bisha e tokës sipas bolesës. Dhe tani e jemi në temën 12 the image of the beast, apo imazhi, shëmbëltyra e bishës, cila është tani është në radhë lutja dhe si zakonisht ne për momentin e kthejmë kështu që të shihemi dhe të bëjmë lutje së bashku. Lutem kudo që jeni, përullim kokën dhe lutemi bashkë. O Zoti i madh gjithëpushtetshëm, ja vim para teje në shejtroren tënde. Aty je ti, ndërmjetëson për ne dhe ne lusim që ti të na lën me gjakun tënd dhe të na hap mendjen e zemrën dhe çdo personi që do ta dëgjoj tani apo më vonë në cilën platformë të mediave apo në cilën do mënyrë tjetër, ti udhëheqna, udhëzona, mësona, përmirësona, korrigjona dhe shpëtona me hirin, dashurinë, mirësinë tënde. I madh është emri yt, e madhe është mëshira jote, e ne të falenderojmë në emrin Atit, Birit, Frymëshit. Amen. Amen. Tani do e kthejmë atje që të shohim pra tekstit dhe ndoshta nuk ka nevojë që ta e cekim. Unë jam Diana Doka Nahi, pastore nga Bashkia Adventiste Kosovë dhe njëra prej herave të fundit, kapitulli 13 zbulesa, kemi folur për bishën e cila del nga uji dhe bisha e cila del nga dheu. Çfarë është imazhi? Imazhi është i barabartë me ngjajshmërinë, diçka që është e ngjajshme me dikë. Pyetja si ishte bisha e parë, pra e cila do e pam këtu, kjo është bisha e parë, e cila ka një trup dhe ka 7 krena dhe 12 kurora mbi kokën e saj. Ajo bashkoi kishën dhe shtetin dhe përdori fuqinë e shtetit për të ndëshkuar disident, ata që nuk ju binden. Kjo do të jetë një përsëritje e asaj që ndodhi me Zotin Jezus dhe asaj që ndodhi me Jan Husin gjatë mesjetës. Pra, historia shpesh përsëritet, ju e dini që Jezusin e gjykoi Perandoria Romake, saktësisht gjyqtarët e saj së bashku me liderët fetar. Dhe Jezusi pra u bë flijim sakrificë për ne, dhe pagoi borxhin. Po për të ditur se si është imazhi apo shëmbëltyra, për çfarë do të flasim për gjatë tërë kohës sot,
Së pari duhet të zbulojmë se si ishte origjinali, sepse imazhi apo shëmbëltyra apo pamja është një kopje e bishës së parë. Çfarë e karakterizonte papatin katolik romak gjatë kulmit të tij? Ju e dini pra çka ndodhi me Jan Husin, reformatorin çek, i cili në qendër të qytetit u ekzekutua, u djeg i gjallë, pra për hir të asaj që e besonte se çfarë thot Bibla. Ju e dini, dhe kjo është bisha e parë, kurse i kemi bisha e cili ka dy bri si qengji, një komb i përbër nga dy mbretëri të ndara, religioni dhe shteti, po për çfarë nënkuptohet? Fliste si dragoj. Pse kjo bishë e cila duket kështu bukur normale, ja, fliste, i ka brit si qengji, por fliste si dragoj. Kush është dragoj? Tani ja. Bisha e cila e dytë, e zbulesës 13, e cila del nga dheu, por briti ka si qengjit, ke përshtypjen që është qengji, është simbol i butësisë, por fliste si dragoj, si të identiteti i dragojit. Një pyetje e rëndësishme është kjo. Çfarë nënkupton me faktin që bisha me bri si të qengjit flet si një dragua? Për të përgjigjur kësaj pyetje duhet të kuptojmë se çfarë përfaqëson dragoj. Kush është vërtet dragoj? Në librin e zbulesës dragoj përfaqëson Satanaj. Pra, Satanaj djallin dreqin, thot zbulesa 12:7-9, por gjithashtu simbolizon edhe Rome në fazat e saj të ndryshme. Çfarë thot zbulesa 12:7-9? Edhe u bë luftë në qiell, lexojmë së bashku, ju lutem. Mikaeli dhe engjëjt e tij luftuan kundër dragojit dhe dragoi dhe engjëjt e tij luftuan, por nuk fituan e nuk u gjet për ta vend në qiell. Vargu 9, kështu dragoj i madh, gjarpulli i lashtë, që quajtur djallë dhe satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë, me të u hodhen edhe engjëjt e tij. Pra, lufta fillimisht filloi në qiell, dragoi, Luciferi dikur, u luftoi kundër Mikaeli dhe nuk u gjet më vend dhe u hodh nga qielli. Ai nuk kishte vend më ku të shkoj dhe erdhi në tokë, dhe me bishën e tij i rëmbeu, i mor 1/3 e yjeve që janë vërtet engjëjt që ishin dikur të bardhë dhe më vonë u bën të zi për shkak asaj se çfarë bën, pra u rebeluan kundër vetë krijuesit dhe nuk u gjet më vend për ta. Ishte Satanaj ai që qëndroi pranë gruas për të përpir fëmijën e saj posa lindi, por Satanaj veproi nëpërmjet Herodit, e dini në kohën e perandorisë romake, në shekullin e parë, një sundimtar i perandorisë romake që thot zbulesa 12:3, Danieli 7:23 dhe lexoj Mateun 6:2-16. Perandoria romake i bëri të gjitha që të shkatronte Jezusin, pra nga lindja edhe deri në fund kur edhe e arriti. Kur perandoria romake u shpërbë, na thuhet se ajo i dha vendin, fuqinë dhe autoritetin e saj të madh bishës, që lexojmë zbulesën 13:2. Do me thonë, papati vazhdoi të ushtronte fuqinë e dragojit, satanit dhe të Romes. Kështu, kur na thuhet tek zbulesa 13:11, se bisha nga toka do të flasë si një dragua, kjo duhet të nënkuptoj se kjo bish nuk do të jetë vetëm një zëdhënse e Satanait, por edhe e Romes. Dhe kështu dragoi, bisha e detit dhe bisha e tokës janë të gjitha agjentë të Satanit që veprojnë përmes Romes. Ky fenomen i Satanit që vepron përmes Romes mund të dallohet qartë tek zbulesa 12, ku e kemi gruan e veshur me të bardhë. Ishte dragoi, Satanai përmes Romes pagane, ai që u përpoq të vriste fëmijën
që lexojmë te zbulesa 12:1-5, ishte dragoj satanai nëpërmjet Romes papnore, ai që e përsekutoi gruan për 1260 vjet apo 42 muaj, që lexojmë te zbulesa 12:6, 13 deri në 15, gjithashtu në kapitullin 12. Dhe do të jetë dragoj ai satani përmes Romes papate të ringjallur në ndihmën e protestantizmit të devijuar apo apostat, që ai që do të përsekutoj mbetjen e farës së gruas, kur plaga vdekjeruese t'i shërohet, siç lexojmë te zbulesa 12:17. Kjo është arsyeja pse zbulesa 13:4 thotë që bota jo vetëm do të adhuroj bishën, por do të adhuroj edhe dragojin, nga i cili bisha mori fuqinë, fronin dhe autoritetin e saj të madh. Çka është jashtëzakonisht domethënëse, sepse kjo nuk është vetëm një histori, por një histori e cila do përsëritet, një bish unike. Kush është ajo? Në profecitë biblike çdo bish pasuese e pushtoi dhe e shkatroi të mëparshmen, por kjo bish me bri qengji është ndryshe. Është e vetmja bish në profeci që në të vërtet e ndihmon bishën e mëpashme të rikuperoj fuqinë e saj të humbur. Për më tepër, kjo është e vetmja herë në profeci biblike ku na thuhet se në mënyrë të qartë se çfarë lloj brinash kishte një bish me kokën e saj bri si qengji. Pyetja: cila dy mbretëri miratoi Jezusi sipas Mateut 22:13 deri 15 deri 21? Kemi thënë më herët, pra shumë flitet sot në qarqet ungjillore rreth nevojës që amerikanët të janë patriot dhe të krishterë. Supozohet se para të qenë të dyja, qeveria e Shteteve të Bashkuara duhet të mbështesë fenë nëpërmes gjërave si kupona, lojë shkollore, fonde federale për zgjedhje bamirëse, shfaqje fetare në pronën publike dhe me të ngjashmet. Por si që kemi parë tashmë, ndarja e punëve të kishës dhe shtetit është krishter, sepse ajo që mësoi Krishti është gjithashtu patriotike, sepse është në harmoni me dokumentat themelore të kombit. Të bashkosh kishën dhe shtetin do të ishte kështu antikristiane kundër asaj që mësoi Krishti, dhe jo patriotike kundër asaj që mësuan etrit themelues të Amerikës. Klauzula e vendosjes tek Danieli 3. Çfarë kemi te Danieli 3? Klauzula e themelimit te Danieli 3, sfondi i zbulesës 13, 11 dhe 18 gjendet në Danielin 3. Çfarë kemi aty? Kemi bishën, kemi imazhin, po shëmbëltyren, adhurimin, vrasjen e disidentëve. Rishikimi i amandamentit të parë dhe se si ai ndon kishën nga shteti. Danieli 3 dhe 6 janë ilustrime të gjalla të asaj që ndodhen kur shkelen dy klauzulat e para të amandamentit të parë. Rezultati është përzekutimi dhe rreziku i humbjes së të drejtës përfundimtare civile, pra vetjetës. Jeremia 27:4 dhe 8, Perëndia priste që të gjithë t'i bindeshin mbretit dhe nëse jo, Perëndia do t'i ndëshkonte. Çfarë lexon tek Jeremia 27:4 dhe 8? Dhe urdhëroj ata që të thonë zotrive të tyre, kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, kështu do të thoni zotrit tuaj, une e kam bërë tokën, njeriun dhe kafshët që janë mbi tokë me fuqinë time të madhe dhe me krahun tim të shtrirë, dhe e kam dhënë atij që më është dukur e përshtatshme. Vargu 6. Dhe tani ja kam dhënë
të gjitha këto toka në dorë të Nebukadnezarit, mbretit e Babilonis, shërptorit tim dhe kafshët e fushës, dhe ja kam dhënë gjithashtu për t'i shërbyer. Vargu 7, kështu të gjithë kombet do t'i shërbejnë ati, birit të ti dhe birit të bitë të ti. Ndërsa të vi koha e vendit të ti, dhe atëherë shumë kombet dhe mbretër të mdhenjë do të bëjnë atë të shërbejnë atyre. Dhe do të ndodhë që kombi dhe mbretëria që nuk do të shërbejnë Nebukadnezarit, mbretit të Babilonis, dhe që nuk do të vënë qafen në zgjedhjen e mbretit të Babilonis, atë komb unë do ta ndëshkoj. Thot Zoti, me shpat, me uri dhe me murtaj, derisa t'i kam shfarosur në dorën e ti, thot Jeremia 27. Çfarë ka ndodhur? Mbreti Nebukadnezar urdhëroi adhurimit e statutës, kurse zbulesa është vazhdimsi e librit të profetit Daniel. Adhurimi i statues të mbretit dhe kush nuk e adhuron do të ketë pasoja jo të këndshme. Çfarë ka ndodhur te Danieli? Danieli 3 e gjej mbretin e Nebukadnezar duke u përpjekur të vendos fen apo besimin, religionin. Ai ngriti një shëmbëltyr dhe urdhëroi të gjitha kombet, gjuhët dhe popujt të adhuronin atë, pra të adhuronin mbretin. Ata do të refuzonin të zbatonin këtë dekret fetar të urdhëruar nga shteti. Do të privoheshin nga e drejta përfundimtare civile, pra vetë jeta, aq tragjike do ishte. Kështu kur mbreti u përpoq të vendoste fen, pra besimin, kjo automatikisht çoi në përzekutim kundër atyre që nuk u binden. Ja, problemi shtetëror, religios dhe politik, çfarë ishte? Adhurimi i kësaj statue që ai kishte pa ëndër, por me materiale të ndryshme, jo e tërë statua sepse ishte figura e tij, fytyra e tij. Pra urdhëroi adhurimin e figurës së tij, e trupores së tij, adhurimi e statueve që është kundër 10 urdhërime, dhe ata që nuk do t'i binde do të janë të përzekutuar, pra siç e dim këtu në këtë rast. Tre të rinjt vërtet respektojnë urdhrat legjitime të civile të mbretit, por kur mbreti kaloi vijen, ndërsa midis ligjit civil dhe ligjit fetar, ata hoqen një vit të rër, kur pushteti civil të i kalon kufit e tij legjitime, tre të rinj zgjodhen t'i bindeshin Perëndis në vend të njeriut dhe si rezultat u dënuan me furrën e zjarrt. Ju kujtohet që këta çuna që nuk deshën t'i përulen kësaj statue, lexojmë te Danieli 3, ata ishin të dënuar, pra ishin furrat të përgatitura enkas special për ata që nuk do t'i përulen, dhe kështu ishte rasti edhe me Danielin dhe me shokët e tij. Dhe çfarë ndodhi? Në rastin përfundimtar, tre të rinj nuk ishin gjykat njerëzore, apeli dhe duke sikur mbreti i kishte të gjitha letrat. Në fakt, mbreti ngriti dorën drejt qiellit dhe u luriti, dhe cili Perëndi do të jetë në gjendje t'ju çliroj nga dora ime, duke thonë çuna, keni kujdes se çfarë bëni, nëse nuk i përuleni kësaj statue, nëse nuk e adhuroni ashtu siç do ta e bëjnë të gjithë, atëherë pasojat do të janë fatale. Por Perëndia ishte në të vërtetë gjykata përfundimtare e apelit, gjykata e lartë. Dhe ai ndërhyri personalisht dhe i çoi ata, i shliroi ata në një mënyrë spektakulare. Klauza e ushtrimit të lirë tek Danieli 6. Kuj do t'i përulemi? Do t'i përulem bishës së parë, apo bishës së dytë, apo si është puna? Apo nuk do t'i përkulem askuj përveç Atit, Birit dhe Shpirtit Shejt, Jezusit
Zotit ton. Kjo është pyetja. Dhe çfarë ndodhi? Me qenë se ata vërtet nuk deshën t'i përulen, atëherë pasojat ishin të tmerrshme dhe i hudhen në furrën e ngrohur mirë, e parangrohur dhe ata nuk ishin vetëm. Çfarë tha mbreti? Mbreti tha, a nuk i kemi i hudhur 3? Si është e mundur që tani unë po i shoh 4, madje ai 4 sikur biri i njeriut. Ju e dini këtë histori, besoj të gjithë ju lexues të Biblës, dhe në të gjitha flakët e jetës, qoftë edhe kjo flak fizike, siç e përjetuan këta çunat, vjen krijuesi jon, Mesia i vajosur, Zoti jon i dashur, Jezusi, i cili nuk na le vetëm kur dhe vjen në të gjitha flakat, pra pa parasysh se çfarë thot bisha dhe autoriteti i shtetit. Perëndia e vendosi Dariusin të sundoj në çështje civile, por ai dha një dekret fetar dhe ndalonte ushtrimin e lirisë së fesë. Historia e Danielit 6 është e ngjashme, por e ndryshme. Pse? Në Danielin 6 shohim se çfarë ndodhi kur shkelen klauza e ushtrimit të lirë të amandamentit të parë. E shihni te Danieli 6, mbreti Dar nuk po vendoste një kremtim fetar, por përkundrazi po ndalonte ushtrimin e lirë të lutjes ndaj kujdo që dëshironin nënshtruesit e tij. Ligji do ndalonte ushtrimin e lirë të fesë, çoi në përzekutimin e Danielit, i cili këmbguli të adhuronte Perëndin sipas urdhave dhe ndërgjegjës së tij. Danieli ishte i dashur nga mbreti dhe shteti, diku tjetër në libër si një subjekt besnik ndaj të gjithë ligjeve civile, legjitime të medianëve, të persianëve. Ai praktikonte mosbindjen civile vetëm kur mbreti të i kalonte kufit e tij legjitime. Kur mbreti kaloi vijen ndarse midis çështjes civile dhe fetare, Danieli hoqi një vijë të rënë në rër dhe ja besoi çështjen e tij Perëndis. Dhe ju e dini që Perëndia e çliroi. Në këtë rast, i gjithë pushteti dukej përsëri në duart e armiqve të Danielit. Ligji medianëve e persianëve nuk do të ndryshoj ose ta anuloj, kështu që duke se Danieli ishte detyruar me shkatrim. Por, si në rastin e 3 miqve të Danielit, Perëndia ishte gjykata e fundit e apelit dhe ai ndërhyri në një mënyrë spektakulare për të çliruar shëptorin e tij nga luanët dhe nga armiqtë e tij. Dhe pasi Danieli u çlirua nga strofka e luanit, mbreti Darje nxori një dekret që të gjithë ishin të detyruar të dridhen dhe të kenë frikë para Perëndisë së Danielit. Mbreti nuk e kuptoi qëllimin, njerëzit nuk mund të detyrohen të dridhen dhe të kenë frikë para Perëndisë. Por, respekti ndaj Zotit duhet të vi nga zemra që e do atë. Nëse vërtet e duam krijuesin ton të dashur, atëherë nuk do t'i frigohemi as kujt, as bishës së parë, as vet dragojt. Amandamenti i parë në kohën e fundit, dikush mund të pyesë, çfarë lidhje ka e gjithë kjo me kohën e fundit? Pse e përmendim Danielin? A nuk është kjo një histori e cila ka përfunduar? Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfundimisht do të shkelin si klauzulën e themelit, ashtu edhe klauzulën e ushtrimit të lirë të amandamentit të parë. Kjo është çështja. Jo vetëm që do të i detyroj të gjithë të mbajnë të dielen, duke themeluar kështu fen, por gjithashtu do të ndaloj respektimin e së shtunës, duke ndaluar kështu ushtrimin e lirë të saj. Është lufta përfundimtare mes ligjit të Zotit, mes dietës vulës së damkës apo vulës së Zotit. Pra, duke fillu
me shtetin demokratik dhe duke u përhap në tër botën. Kur të vi kjo kohë, apostazia apo devijimi nga besimi, që filloi kur Roma ndryshoi ditën e adhurimit nga e shtuna në të diel, gjatë 1260 viteve, sipas Danielit 7:25, do të përfundoj nga protestantizmi, apostat apo devijimi në fund të kohës kur ai të zbatoj domken e bishës. Pra, lufta përfundimtare do të jetë për ligjin e Zotit, a do t'i nështrojmë Zotit, apo domkës së bishës. Mjerisht procesi do të ketë bërë një rreth të plot, ashtu si papati shkatroi pikpamjen apostolike të kishës dhe shtetit, ashtu edhe protestantizmi i devijuar do të përmbys pikpamjen e kishës dhe shteti që u kryua dhe u mësua nga etër themelues të Shteteve të Bashkuara. A nuk është ligji i së dielës jo kushtetues? Është pyetja. Pyetja kryesore është kjo. A nuk do të ishte vendosja e së dielës nga Kongresi si dita kombëtare e pushimit një shkelje e qartë e klauzulës së vendosjes së amandamentit të parë dhe si rrjedhoi jo kushtetuese. Dhe një pyetje e lidhur me këtë, a nuk do të ishte ligji i Kongresit që ndalon respektimin e së shtunës si ditës së shtatë, gjithashtu në shkelje me klauzulën e ushtrimit të lirë të amandamentit të parë dhe si rrjedhoi gjithashtu jo kushtetuese? Përgjigja e çdo personi racional për këtë pyetje do ishte po. Pastor Stefan Boni thot, jam mjaft i sigurt se kur të vije ajo kohë, kushtëmshëria e ligjeve të tilla do të vihet në pikpyetje. Sipas profecive biblike, apeli do të bjerë në vesh të shurdhur, nuk do të ketë zgjidhje për ankesat. Nuk duhet të presim zhdukjen e amandamentit të parë nga Konstituta. Ajo që ka shumë të ngjarë të ndodh është se Gjykata Supreme do të deklaroj në një kohë të emergjencës të mëshme kombëtare se ligjet jo kushtetuese janë kushtetuese. Në fund të fundit, nuk na është thënë se dy brit të cilët i ka bisha e dytë, si të qengjit do thyhen para se bisha e tokës të flasë si draguja. Ajo do t'i ketë ende dy brirët si të qengjit dërsa flet si dragoja. 3 degët e vetë qeverisjes. Cilat janë ato? Sistemi ynë i qeverisjes, si shumë kombe të tjera, ka 3 degë. Cilat janë? Ekzekutivin, legjislativin dhe gjyqësorin. Si që dim, dega legjislative shkruan ligjet, dega ekskluzive zbaton ligjet dhe gjyqësori interpreton ato. Shpesh i pyes njerëzit, cila nga këto 3 degë është më e fuqishmja? Përgjigja është zakonisht ekzekutivi. Por në të vërtet dega më e fuqishme e qeverisjes në Shtetet e Bashkuara është gjyqësori, veçanërisht Gjykata Supreme. Dhe pse ndodh kjo? Është pyetja që parashtron pastor Borni. Përgjigja është mjaft e thjeshtë. Kongresi mund të shkruaj një projekt ligj dhe ai bëhet ligj, por nëse ligji apelohet te Gjykata Supreme e shpall atë jo kushtetues. Projekt ligji nuk do të mbetet ligj. Ana tjetër është gjithashtu e vërtet. Kongresi mund të hartojë një projekt ligj që është jo kushtetues, por nëse Gjykata Supreme e shpall atë kushtetues, ai do zbatohet. Nëse nuk mendoni se Gjykata Supreme është dega më e fuqishme e qeverisjes, thjesht kujtoni çfarë ndodhi me zgjedhjet të vitit 2000.
pas shumë apeleve në gjykata të ndryshme të vendit, çështja u quhet në Gjykatën Supreme dhe kur Gjykata Supreme foli, George W. Bush u bë prezident dhe nuk pati më diskutime, sepse fjala e fundit është e Gjykatës Supreme. Tani ka 5 katolik romak në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara. Kryetari i Gjykatës së Lartë Johan Roberts dhe gjyqtarët Anthony Scalia, Thomas Anthony Kennedy dhe Samuel Alito, nuk ka asnjë që të tregoj se trendet e emërtimit të katolikëve romak në gjykatën do të përfundojnë së shpejti. Gjyqtarët më liberal në gjykatën po ngrihen në kulmin e viteve dhe ka shumë të ngjara që ato do të zaventohen me 8 vitet e ardhshme. A mund të imagjinojmë se si do të jetë të kesh 7 ose më shumë katolik romak në Gjykatën Supreme. Disa adventistë thonë se ky skenar është alarmant ose sensacionalist, se gjyqtarët e Gjykatës së Lartë janë Amerikan patriot dhe se ata kurrë nuk do të kthehen Shtetet e Bashkuara në të merret e epokave të errta. Por shumë protestantë sot janë të magjepsur nga papati, ata tregojnë për luftën e papatit, për të drejtat e njeriut, për të varfërit, për jetën, për moralin, për martesën konvencionale. Ata besojnë se papati ka ndryshuar dhe për këtë arsye nuk ka asgjë për të friksuar. Megjithatë, papati nuk ka hedhur poshtë asnjë nga dogmat e tij dhe as nuk ka lënë me njanë aspiratat e tij për pushtet politik global. Ajo është e padëmshme kur është e pafuqishme. Kurse nga Ellen White, libri Konflikti i Madh, cilin e kemi disa herë e kemi ofru, shpëndojmë akoma falas, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, është pjesa e politikës së saj të papatit të merr karakterin që do ta përmbush më së miri qëllimin e saj. Por nën pamjen e ndryshueshme të kameleonit, ajo fsheh helmin e pandryshueshëm të gjarpit, thot Ellen G. White në faqen 571. Pastaj Shtetet e Bashkuara do të kenë formuar një pasqyrë imazh të papatit në nder të saj, bisha e detit, e cila është papati, karakterizohej nga një kish që përdorte fuqinë e shtetit për të ndëshkuar disidentët dhe kështu do të jetë edhe me bishën toksore që krijon imazhin. Një citat tjetër nga libri Konflikti i Madh dhe faqe 443 thot që Shtetet e Bashkuara të formojnë një imazh të bishës, pushteti fetar duhet të kontrollojë qeverinë civile në mënyrë të tillë që autoriteti i shtetit të përdoret edhe nga kisha për të arritur qëllimet e saj. Kurse në faqen 581 të librit Konflikti i Madh, ja këtu është libri, Roma synon të rivendos pushtetin e saj, të rimerë supremacionin e saj të humbur. Le të vendoset një herë parimi në Shtetet e Bashkuara që kisha mund të përdor ose kontrolloj pushtetin e shtetit, që praktikat fetare mund të zbehen nga ligjet laike, shkurt që autoritetit i kishës dhe shtetit është në të dominojnë ndërgjegjen dhe triumfi i Romës në këtë vend është i siguruar. Kurse në faqen 445, citati i arshëm thot, kur kishat kryesore të Shteteve të Bashkuara duke u bashkuar mbi pikat e doktrinës që i mbajnë të përbashkëta, do të ndikojë te shteti për të zbutur dekretet e tyre dhe për të mbështetur institucionet e tyre. Atëherë Amerika protestante
do të ketë formuar një imazh të hierarkisë romake dhe vendosja e dënimeve civile ndaj disidentëve do të rezultojë në mënyrë të pashmangshme. Në zbulesën 13-19 na thuhet se bisha e tokës do të flasë si një dragua, do me thonë si Roma. Pyetja është, si flasin Shtetet e Bashkuara? Përgjigja është se ajo flet nëpërmjet përfaqësuesve të saj të zgjedhur në Kongres. Bisha e parë e zbulesës 13, që është papati, mendoi të ndryshoj ligjin e Perëndis duke ndryshuar ditën e adhurimit nga e shtuna në të dielen. Kjo është mashtrimi i cili është më i madh i cili është bërë ndonjëherë në historinë e besimit. Bisha e dytë do të zbatoj këtë ndryshim duke përdorur shpatën e shtetit e gjithë bota do të udhëhiqet më pas të ndjek shembullin e Shteteve të Bashkuara. Çështja do të jetë mbijetesa globale, argumenti do të përdoret është më mirë që këta disident të vdesin se sa të shkatërrohen Shtetet e Bashkuara. Kjo teori do të përhapet. Ky argument do të duket patriotik dhe i krishtër, por do të provojë të jetë krejt e kundërta. Ashtu si kombi hebre, apostazia kombëtare do të pasohet shpejt nga shkatrimi kombëtar. Dekadat e fundit kanë parë një intimitet në rritje midis kishave protestante në Amerikë dhe papatit katolik romak. Bashkëpunimi entuziast në çështje sociale, sikur që është pyetja e abortit, pyetja e martesës e të njëjtit gjini për homoseksualët dhe aktivizimi gjyqësor u ka dhënë atyre një agjendë të përbashkët. Bashkëpunimi në zgjedhje të kandidatëve konsektojnë u dha atyre një kauzë të përbashkët përsërisin ato. Udhëhesit të shuar katolik dhe ungjillor nënshkruan dokumentin ungjillore dhe katolikët së bashku dhe luteranët dhe katolikët nënshkruan dekretin e përbashkët mbi drejtësinë me anë të besimit. Shumica e protestante janë të pavetëdijshëm për rreziqet që paraqet papati sepse e kanë harruar historinë dhe ata që nuk arrin të mësojnë nga gabimet e historisë janë detyruar të përsërisin ato. Kjo është një vërtet e vjetër dhe në nivel shtetëror, qeveria e Shteteve të Bashkuara ka treguar një pasion në rritje për papatin nga Ronald Reagan dhe Johnny Pauli i dytë që bashkohen për të përmbysur ish Bashkimin Sovjetik, të vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Selin e Shajt dhe dhënia e medaljes së lirisë nga Kongresi për John Paulin II dhe 3 prezident, gruaja e një presidenti dhe një sekretar shteti që përkulen para arkivolit të John Paulit II në Rom. Te vizita e papës në shtëpinë e bardhë ka pasur një mjegull të pabesueshme të amnestisë historike rreth rreziqeve që paraqet papati. Një përsëritje e historisë, historia kur harrohet, ajo gjithmonë përsëritet. Jemi paralajmëruar se ligjvënësi për pa skrupull dhe egoist si Pilati për të ruajtur ndikimin e tyre politik, do t'i nështrohet kërkesës popullore për një ligj kombëtar dhe së dielës dhe do të dënoj fëmijët besnik të Perëndis me vdekje. Kur Pilati ofroi të lironte Jezusin në vend të Barabes, që kujtohet kur Jezusi u dënua, populli kërkoi me ngulm që Pilati të lironte Baraben e të gjykonte Jezusin. Dhe kush e nxiti turmet të kërkonin me ngulm lirinë e Barabes. Vini re
përgjigjen tek Marku 15-11 i cili thot, por krerët e priftërinjve e nxitën turmen, që ai të preferonte tu lironte Barabën. Pra, priftërinjët, krerët, udhëheqësit e priftërinjve e nxitën njerëzit që ta akuzojnë Jezusin e ta lëshojnë Barabën. Pra, ta akuzojnë atë të drejtin e ta lëshojnë jo të drejtin. Ishin ministrat e asaj kohe që i nxitën turmat të bërtisnin për gjakun e Jezusit. Iniciativa erdhi nga udhëheqësit fetar, jo nga shteti apo nga populli, por nga udhëheqësit fetar. A duhet të presim diçka më pak në kohën e fundit? Kujdes, sepse ata që nderojnë të shtunën e Biblës do të denoncohen si armiq të ligjit dhe të rendit, si thyes të kufizimeve morale të shoqërisë, shkaktar të anarkisë dhe korrupsionit dhe që sjellin gjykimet e Perëndis mbi tokë. Skrupullat e tyre të ndërgjeshme do të shpallin kokëvërsi dhe përbuzje e autoritetit. Ata do të akuzohen për mos bindje ndaj qeverisë. Dhe një citat tjetër nga Ellen G. White nga Kontradita e madhe, konflikti i madh, faqe 592 thot kështu: ministrat që mohojnë detyrimin e ligjit hyjnor do të paraqesin nga foltorja detyrën e bindjes ndaj autoriteteve civile, si të udhëhequr nga Perëndia në sallat legjislative dhe gjykatat e drejtësisë, mbajtësit e urdhërimeve do të keq interpretohen dhe dënohen. Fjalët e tyre do të jepet një ngjyrë e rreme motiveve të tyre dhe do të vuhet interpretimi më i keq. Thot në Kontradita e madhe, konflikti i madh, faqe 592. Mësime nga kisha e hershme. Kur kisha e hershme humbi frymen dhe fuqin e ungjillit të vërtet, gjendja morale e perandorisë u përkesua shpejt. Udhëheqësit e kishës, duke parë se morali ishte në një pikë kaq të ulët, u lidhen me shtetin për t'i detyruar njerëzit të ishin moral dhe rezultati ishte papati që përdori shpatën e pushtetit civil për të ndëshkuar disidentët. Kurse profecia e zbulesës 13:11 tregon se protestantizmi në Shtetet e Bashkuara do të krijojë një imazh të kësaj. Protestantizmi ka humbur frymen dhe fuqinë e ungjillit të vërtet. Ai ka predikuar, po aq kohë sa nuk jemi në ligj, por në hir, sa njerëzit kanë filluar të besojnë se të krishterët nuk janë të detyruar të zbatojnë 10 urdhërimet. Dështimi i pushtetit të protestantizmit. Ndërsa protestantët kanë parë gjëra që shkojnë nga keq dhe më keq në Shtetet e Bashkuara, ata janë drejtuar krahut të pushtetit civil për t'i rregulluar ata që vetë kanë krijuar. Ata fajsojnë ata që e quajnë një qeveri laike, humaniste, për rënjen e vazhdueshme të moralit. Protestantët ka filluar të besojnë se duke pasur mbi shkrimin tek Zoti ne besojmë, in God we trust, në monedhen tonë, në monedhen e Amerikës, in God we trust, ju e dini që shkon në çdo dollar, në betimin e besnikërisë ose duke urdhëruar lutjen në shkollat publike ose duke vendosur 10 urdhërimet në sallet e gjyqit ose duke vendosur shfaqjet të Krishtlindjeve në pronat publike ose duke miratuar një amandament kushtetues kundër martesës së homoseksualëve, kombi do t'i kthehet Zotit. Por protestantizmi ka harruar se burimi i tij i vërtet i fuqisë gjendet në predikimin e fjalës së pastër të Perëndisë nëpërmjet shërbesës së frymës së shajt.
Në vend të kësaj, protestantizmi ka theksuar një ungjill prosperiteti, një ungjill shenjash, dhe mrekullish, një ungjill të vetë ndimes psikologjike dhe një ungjill i përfshirjes politike. Kështu ai e ka humbur fuqinë e tij dhe e sheh qeverinë si mënyrën për të zgjidhur problemin që vetë e ka krijuar. Stefan Borni thot, kur kisha dhe shteti të bashkohen plotësisht, me qëra fjalët të gjitha fjalët e Stefan Bornit, pra kur kisha dhe shteti bashkohen plotësisht, thot pastor Stefan Born, në një martesë të pahishme, dhe unë besoj se kjo po ndodh para syve ton, atëherë e vetmja dhe gjykata përfundimtare e apelit për besimtarët do të jetë Perëndia dhe vetëm Perëndia. Perspektiva e zbulesës 17, zbulesa 17 paraqet një portretizëm të gjallë të kohës kur profecia e zbulesës 13:11-18 do të përmbushet. Kapitulli portretizon një grua prostitut që ulet mbi shumë ujra, do me thonë ajo sundon mbi kombet, turma, gjuhë dhe popuj, si që thot vargu 1 dhe vargu 15, kapitullit 17 zbulesës. Ajo kurvërohet me mbretërit e tokës, si që thot vargu i 2. Ajo është e veshur me të purput dhe të kuqe, e ndezur dhe është e stolisur me arë, gur të çmuar dhe perla, thot zbulesa 17:4. Mbretërit e tokës pinë me kënaqësi verën e saj të fermentuar të doktrinës së rreme, siç thot vargu i 2, kapitulli 17 zbulesës. Ajo ka bija që i kanë lindur në një moment, sepse quhet nëna e prostituteve, siç thot vargu 17:5. Së bashku me bijat e saj, ajo derdh gjakun e shejtorëve dhe të martirëve të Jezusit, siç thot vargu i 6. Në një kohë, mbretërit e tokës do të bëjnë urdhrat e nënës dhe të bijve të saj. Por në momentin kulminant, kur populli besnik i Perëndis është gati të vritet, mbretërit e tokës do të kthehen kundër saj, sepse na thuhet se ata do ta urrejnë prostituten, do të bëjnë të shkret dhe lakuriq, do të hanë mishin e saj dhe do ta djegin me zjarr. Thot zbulesa 7, 16, 17. Kështu shpata e mbretërve, që është përdor për t'i vrarë shejtorët, do të përdoret nga mbretërit për t'i vrarë vetë ata. Ellen G. White përshkruan këtë moment kulminant, kur sundimtarët politik dhe turmat do të tërhiqen mbështetjen e tyre nga udhëheqësit e tyre fetar. Dhe lexojmë në librin të cilin e shpërndajmë fala gjithashtu, citatin i cili thot kështu: njerëzit e shohin se janë mashtruar, ata akuzojnë njëri tjetrin se i kanë quar në shkatrim, por të gjithë bashkohen për të hedhur dënimin e tyre, për të hidhur mbi pastorët dhe udhëheqësit fetar. Pastorët e pabesë kanë profetizuar gjëra të këndshme, ata i kanë quar dëgjuesit e tyre të anulojnë ligjin e Perëndis dhe të përndjekin ata që do ta mbanin të shejt. Tani në dëshprimin e tyre, këta mesues rrëfejnë para botës veprën e tyre të mashtrimit. Turmat janë të mbushura me tërbim. Pikrisht ata që dikur i admironin më shumë, do të shqiptojnë mallkimet më të tmeshme mbi ta. Pikrisht duart që dikur i kurorëzonin me dafina, do të ngrihen për shkatrimin e tyre. Shpata që do të vrisnin popullin e Perëndis tani përdoren për t'i shkatruar armiqt e tyre. Kudo ka konflikte dhe gjakderdhje, thot Ellen G. White, konflikti madh, faqe 655. Në një tjetër revolucion francez, kur papa u zë rob, në vitin 1798, kemi thonë
dy ligjëratat e paraprake, lutem shikoni aty. Prangat u kishin rënë nga papati në vitin 508, ju vën përsëri dhe shpata ju hodh nga dora, kështu ajo nuk mund të përdorte më për shtet politik dhe masat për të përmbushur qëllimet e saj. Po Shtetet e Bashkuara do të janë fuqia më e zhbllokuar prangat dhe për t'i vënë papatit lirinë e saj përsëri. Dhe Shtetet e Bashkuara do t'i vënë përsëri shpatën e pushtetit civil në dorën e saj. Për një kohë, papati i bashkuar me protestant do të duket se ka e përsin, por në fund Jezusi do ta çliroj popullin e tij besnik, ashtu siç i çliroi ata djemt në flak dhe i nxorin nga flaka pa asnjë të keqe. Ashtu pra siç e bërë. Danieli 12:1-3 thot, në atë kohë do të ngrihet Mikaeli, që është Jezusi princi madh, që rizgjuar mbi bijtë e popullit tënd, dhe do të jetë një kohë telashe e tillë që nuk ka pasur kur dhe që nuk ka pasur një këmbë deri në atë kohë. Dhe në atë kohë populli yt do të shpëtohet, kushdo që gjende shkruar në librin e jetës pra. Dhe shumë nga ata që flenë në gjumë, pra që janë vdekur, do të zgjohen, është ringjallja e parë, disa për jetë të përjetshme dhe disa për turp dhe për buzje të përjetshme. Ata që janë të mençur do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupes qiellore dhe ata që kthejnë shumë veta në drejtësi si yjet për gjithmonë e për gjithmonë. Thot Danieli 12:1-3. I mrekullueshëm do të jetë momenti kur mbreti i tokës dhe në shtetasit e tyre do të kthehen në kundër nënës së prostitutave. Do të pasoj një revolucion francez me përmasa globale dhe këtë herë plaga vdekjepruese nuk do të shërohet më. Edhe në fund, shkurtimisht, do t'i kujtohemi historisë e Esterit. Çfarë ka ndodhur ajo? Ju kujtohet. Esteri, ajo vajza e bukur, e rritur pa prind në kohën kur populli hebrej ishte rob në perandorin Mesopotamis, po, dhe historia e lashtë e Esterit, mbretëreshës, është një ilustrim i gjallë i asaj që do të ndodhë së shpejti me mbetjen besnike dhe të bindur të Perëndis në një shkallë globale. Në historinë e Esterit na thuhet se sundimtari civil, mbreti Asuro, dha një dekret që të gjithë duhet të përuleshin dhe të bindeshin të bënin nderime Hamasit, si thotë Esteri, kapitulli 3, vargu 2, kur Mardokeu, i cili kishte rritur Esterin dhe ishte kushëriri i saj, sepse ajo nuk ishte prind, Mardokeu refuzoi t'i përulet Hamanit, pra njeriut, si thotë Esteri, kapitulli 3, vargu 2, Hamani u mbush me zemrim, u hidhërua jashtëzakonisht shumë, deri në atë shkallë, sa që arriti t'i bind mbretin të shkruante një dekret vdekje kundër Mardokeut, madje edhe kundër të gjithë hebrejve. Gruaja e Hamanit madje sugjeroi që ai të shkatronte, të ndërtonte një trekëmbësh që Mardokeu të varrej. Arsyet që dha Hamani për dekretin janë interesante. Atëherë lexojmë pra nga Bibla, atëherë Hamani i tha mbretit Asuro, ka një popull të shpëndar dhe të shpëndar midis popullit, popujve në të gjithë provincat të mbretërisë sate, o mbret, ligjet e tyre janë të ndryshme nga të gjithë popujt e tjerë dhe ata nuk i zbatojnë ligjet e mbretit. Pra janë kohet ministri
i mbretit i ankohet atij duke thënë që janë disa njerëz që nuk përfillen ty dhe me ta duhet të miremi. Prandaj nuk është e përshtatshme që mbreti të lënë ata të qëndrojnë, siç thotë tek Esteri kapitulli 3 vargu 8, Hamani argumentoi para mbretit se për mbijetesën e kombit Mardokeu dhe judenj duhej të zhduken. Historia e lashtë e Esterit është një ilustrim i gjallë i asaj se çfarë së shpejti do të ndodh me njerëz besnik dhe ati që i nështrohen Zotit në mënyrë globale. Dhe e dini mbretreshën Ester, e cila dul para mbretit dhe kërkoi një drek, një ditë, pastaj edhe tjetrën që t'ia tregoj dhe kërkoi që të luten dhe të agjerojnë për të. 3 ditë dhe 3 net. Të gjitha vajzat që janë me të në rrethin e saj dhe i tërë populli hebre agjerojnë. Në fund të fundit, mosbindja ndaj ligjeve të një kombi do të çonte vetëm në anarki. Një dekret vdekje u shkrua nga Hamani dhe u zbatua nga autoriteti i mbretit. Gjithçka dukej se po shkonte sipas planit, derisa komploti u demaskua nga mbretresha Ester. Zoti përdori këtë vajzë të re të bukur duke ndërprej këtë. Me anë të providencës së Perëndis, triumfali u lig, u shkatrua dhe mbreti u kthye kundër Hamanit dhe gruas së tij dhe vetë trekamshi që u ngrit për të vrarë Mardokeun u përdor për të vrarë Hamanin dhe gruan e tij. Pra, Zoti përdori këtë vajzë të re, vajzë të bukur, mbretreshën Ester, e cila me lutje dhe agjerim u përull dhe u përkulli, kërkoi mençurinë e Zotit dhe Zoti ja dha dhe e mbrojti. Pra në fund mbreti u kthye kundër armiqve të Danielit. Hamani dhe gruaja e tij përdorën mbretin dhe mbreti u kthye kundër Hamanit. Judenjt përdorën romakët për ta vrarë Jezusin dhe romakët u kthyen kundër tyre. Pra, çka mbjell njeri edhe korr, kjo është e vërtet e vjetër. Papati përdori fuqinë e shtetit dhe shteti u kthye kundër papatit në revolucionin francez, pra kur Napoleon Bonaparte e zuni ropapen edhe ju dha në mënyrë figurative plaga papatit, bishës së parë e cila doli nga uji. Mbretërit e tokës në fund do të urrejnë prostituten që ka përdorur ata për të vrarë shejtor e më të lartit. Të dashur miq, kjo nuk është vetëm një histori e shkuar, por është pyetje e jetës dhe vdekjes. A do t'i përulem krijuesit apo traditave, bishës së parë, bishës së dytë dhe që nuk janë biblike, është pyetja. Dhe pastor thot Fox, të dashur, pra nuk është vetëm informacione intelektuale, por është çështje e jetës apo vdekjes. Pse? Ja pse? A do t'i nështrojmë krijuesit apo njerëzve Babilones, bishës apo dragojit, siç e quajnë Bibla. Në vazhdim do të kemi edhe pjesë të tjerë deri me 25, pra tema ashme është numri 66, çfarë është? Numri bishës, tema 14, shenjat e bishës, pjesa e parë, shenjat e bishës, pjesa e dytë, mandej vera e zemrimit të Perëndisë, 17 tymi i mundimit të Babilonisë, durimi i shejtorëve, urdhërimet e Perëndisë, 20 besimi i Jezusit, mbetja e farës së saj, kush janë 124.000, dëshmia e Jezusit, korja e tokës është pjekur dhe dilni prej saj popullim. Jezusi është afër, andaj ju falenderojmë, ju dëshirojmë bekimet e Zotit, mirëmbëjtshit deri herën e ardhshme.